Pyetja radhës bën që muslimanët të varrosen në arkivol apo si është te njëjtën me tabut. Shqyqoni do thotë kjo është një modë e re e cila nuk ka qenë prezent në mesin e muslimanëve. Ajo çka është e përmendur do thotë në për librat e fikut edhe është e përmendur me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që muslimani do thotë varroset me qefin. Qefini çka është do thotë një çarshaf i bardh me të cilin do thotë pështellet xhenazja. E nëra çarshaf kemi do thotë edhe një pjesë tjetër e cila ka emrin lifaf, e cila është pak më e vogël se ajo. E nër ta do thotë kemi një kamis, një këmish, e cila këmish nuk ka mangas, nuk ka pullas, nuk ka të kepme, kupton. Këto janë tre pjesë me të cilat do thotë pështellet muslimani i vdekt apo xhenazja, edhe me çto tre pjesë do thotë varroset. Nuk varroset me tabut, as nuk varroset do thotë me gjona tjera, të cilat do thotë po i shohmi, të cilat po ndodhin në përvorët e muslimanëve. Por zakonisht ka ndonjëherë do thotë kur po dojnë me i varros me tabut, edhe qillon ndonjë hoxha apo ndonjë efendi, do thotë hesht. Për çka hesht? Për atë arsye se nuk ka momenti në të cilin momenti do thotë dush me bë polemik. Sa është moment pikëllimi, edhe moment vaj. Ashtu që hesht edhe bëhet razi me çata çka nuk është e pëlqyeshme. Për atë arsye poeti musliman çka thot pritë punën pa u bë, se kur të bëhet mos ban zon, Do thot ne duhet më mundu që këto gjona me i shpjegua në për xhamitë tona, edhe këto gjona do thot me i shpjegua në për çka, në për emisionet e tona, në për librat e tona, që muslimani do thot më koni i përgatit në momentin kur e përcjell më të afërmin e vet, prindin ja, vllaun ja, djalin, me ditë se çish me varros. E jo me varrosën me shenja apo me simbolet e jo besimtarëve. E tash, kur shkojnë në varresa, do thot përdormi drasa. Zakonisht do thotë vendet tona do thotë ku na jetojnë si musliman, i vnojnë ato drasat. Për çka i vnojnë ato drasat? Për respekt që i kemi do thotë ndaj atina të vdekmit. Mos miaqit do thotë dheu në fytyrës. Ama ato drasa mas një kohë çka bën? Kalbën. Edhe përsëri dhevi bjen për mi fytyrën e tina. Për çka? Se njeriu është i krijuar prej dheut, edhe përsëri në dhe kthehet, edhe përsëri ka marrë ngjall prej dheut. Ashtu që çdo gjë që ka bojna jashtë kësajna është dalje prej normave fetare të cilat do thotë na ka mësue ki dini jon i madh islam. Për këtë çështje pra do të më mundue me i praktikue do thotë normat islame, siç janë në vdekje, siç janë në lindje, siç janë në haje, siç është në adorim, siç është në fjetje, siç janë në nikah, çdo kund do thotë secilin segment të jetës do të më mundu me e jetue çashtu që na mëson feja edhe çashtu që na mëson do thot tradita e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se në këto mësime do thot nuk kemi çish më thon obligime dhe rëndësi të mëdha, edhe kalojna ekonomikisht më lirë, se ndryshe është do thot me blen një qefin i cili kushton 1000 dinar, a ndryshe është me shku me blen një arkivol i cili kushton do thot spaku 200, 500, 1000, ku e di se sa euro. Ai pak i ka do thot dhimbjet e veta dhe plus edhe harxhime tjera shtesë. Për këtë çështje pra do thot nuk duhet me leju që me u fut në mesin e besimtarëve do thot këto tradita të cilat do thot nuk janë në pëlqim me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi raste domethënë sa i përket të vdekurit, domethënë është i deformuar apo i ka ishte të shkatruar të gjitha. Dhe një shpreh arsyeve që në përgjithësi populli jon thotë e shtim me tabut shkaku i asaj që nuk ka trup, domethënë komplet s'ka lidhje që domethënë sidoqoftë prap duhet me qefin apo. Shqyqoni do thotë kjo është çish më thonën përjashtim. Do thotë në secilin rregull ka një përjashtim. Ama kjo është 1000, kupton? Në 1000 nuk mundna me folna si rregull. Do thotë është përjashtim. Po pa marrë parasysh se çish është, a është i deformuar apo çish është? Do thotë përsëri edhe ato pjesë të atina deformumi do thotë na duhet me i morë dhe me i pastru. Kupton? Sa është mish i njeriu, të cilin do thotë nuk lejohet me aqit kafshëve. Nuk patjetër duhet gusul me dhënë. Do thotë me i morë me i pastru apo ton. Për këtë çështje do thotë ka njerëz të cilët janë special, të cilët mirën me këtë punë, të cilët do thotë e kanë zemrën e fortë, se dikush kur e sheh një dekt mi bie të fikt, minjer. E pastaj do thotë ato pjesë që finosen. E nëse nuk mundën do thotë me i qu do thotë me qefin, atëherë mundin me përdor do thotë ndonjë mjet tjetër për mi bajt ato pjesa, kupton. Por duhet me u dallue vorrimi i besimtarit prej vorrimit të jo besimtarit.
që kjo është ajo poenta kryesore të cilën na duhet me kuptu. Ndërsa në raste që shme thonën të veçanta, sikur për shembull çka ndodh shpeshherë me prundën një gjenazë thojna për një perëndim, edhe gjenazja ka nejt për shembull thojna na për frigorifer apo na për vende të hapura 7 ditë apo 8 ditë. E pastaj kur e vinë në për vendet tona, njerëzit mundohen apo me qitën prej asaj gëzhojës apo asaj mbështjellësit, apo veç për me pa fytyrën e tij, ai mo veç ka vdek apo atëherë kur e çelin ata i bin pishman pse e çelin. Pse se nuk konsultohen me dietarë, nuk konsultohen, do thot me hoxhallar. E në kësi raste, varroset çashtu që ka ardhur, duke mos bën do thot tentime apo hulumtime apo do thot eksperimente shtesë. E në kësi rast do thot varroset çashtu që është, edhe masi të varroset atëherë ju falet namazi i xhenazës, pasi që do thot toka është pastrim për ta.